çfarë janë. Madje pronarët e tyre janë mas arresti, qoftë në arreste në masa ndryshme, po qoftë dhe arrest me burg, dhe kompanitë e tyre vazhdojnë marrin akoma tendra apo marrin koncesione e kështu me radhë. Dhe që kjo do të thotë dhe njerë që Bashkimi Evropian është shumë i shqetësuar për sa i përket formalitetit ekonomisë. Dhe kjo është një nga kushtet bazë për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë po ju sjell një shembull. Luftën për informalitetin pra me mafien, mund ta quajmë organizatat kriminale kështu me radhë, e bën Italia në mënyrë permanente. Është një rrugë që quhet rruga Salento-Reggio Calabria në Itali, që ka 30 vite dhe nuk ka përfunduar. E di pse nuk ka përfunduar, jo se nuk ka fonde. Nuk ka përfunduar sepse ajo sa herë hidhen lode të ndryshme për të vejuar, aq herë interferon ose infiltrohet mafia me anë të kompanive prestanome të ndryshme dhe prokuroria me njerë fillon bën sekuestrimin. Pra bën blokimin dhe merr masat sekuestro dhe ajo rrugë nuk ka përfunduar për shkak të mafjes. Sepse atje ka prokuroria ida. Nuk ka prokurori të cilën merr në mas sigurie për drejtuesin e kompanisë, për administratorin, për presidentin dhe kompania vazhdon punën. Tani, më thuaj, ka kuptim kjo, ka logjik kjo? Ka logjik kjo, juridike, ekonomike, kështu me radhë, nuk ka. Kështu që nëse ti do ta shikosh sot të gjithë sektorët, që nga investitorët strategjik po deshët ju, unë e kam vënë si thonë asaj, si bast me ju mediat, dhe këtu dhe në çdo studio kam thënë, më gjeni kush janë 70 apo 80 investitorë strategjik që janë në 2015 e sot. Askush nuk flet për ta. Askush nuk flet për të ardhurat e tyre, askush nuk flet për financimet e tyre dhe për injektimin që ata kanë bërë në paratë e tyre në ekonomi shqiptare. Askush nuk flet sot. Pse? Sepse Edi Rama e ka bërë me ligj që ne nuk do japim asnjë informacion as kuvendit të Shqipërisë, që është organi më i lartë, që të ketë informacion lidhur me investitor strategjik. Pse bëhet kjo? Sepse aty pastrohen parat. Qoftë të korrupsionit, qoftë të krimit të organizuar dhe kështu me radhë. Kështu që ata nuk janë Europa, nuk janë budallënj, që nuk e kuptojnë çfarë po ndodh në Shqipëri me ekonominë shqiptare. Prandaj ai ishte i shqetësuar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Dhe ajo fraza ose më saktë ai premtimi i Edi Ramës i tha Shqipëria në 2027 nuk futet as 37, jo 27.